Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të Shenjës së Peshqive. Do bëjmë leximin e radhës për ju. Do fillojmë me janë letra Lenormand, që janë kogja të bukura. Po fillojmë me burrin, me numrin 28 që ka. Kjo letër përfaqëson një mashkull të rëndësishëm në këtë situatë, që nuk do thot patjetër është mashkull, Ju e dini se cili di situatën e vet. Ai është në fokus, dikush është në fokus për ju. Nuk ka rëndësi është partneri yt, dikush nga e kaluar, apo një person që ndikon emocionalisht tek ti tani. Është prezent qoftë fizikisht, qoftë në mendjen tënde. Ky person është kyç i kësaj çështje dhe ka diçka për të thënë ose një ndikim të madh në atë që po ndodh, të dashur peshqi. Spiranca, kjo letër flet për qëndrueshmëri, bllokim në fakt ose ngecje. Kur del bashkë me letrën e këtij mashkulli këtu, këtij burri, shpesh tregon që ai është emocionalisht i fiksuar në një vend, ose po e mban veten pezull. Mund të jetë dikush që nuk lëviz nga vendi, që nuk po bën hapa, por që gjithashtu nuk të lëshon as plotësisht. Ai është aty, por nuk bën asgjë, dhe kjo të bën të ndihesh i bllokuar dhe i pasigurt. Do thot është i të them, ajo aktualisht e juaj është sikur e varur nga dikush tjetër. Letra, të dashur, është një komunikim që mungon, një fjalë që duhet thënë, një mesazh i pashkruar. Ka gjëra që nuk janë thënë në këtë lidhje apo në këtë situatë. Mund të jetë një ndjenjë që ai apo ajo nuk e ka shprehur, një përgjigje që nuk ta kanë thënë, apo një vendim që e ka brenda por nuk e ndan dot me ty. Ka një boshllëk në komunikim, të dashur peshqi. Fjalët mungojnë, por ndikimi i tyre është apo ndihet shumë i fortë. Lupezja apo lupa, zmadhuesja, kjo letër thot të vëzhgosh me kujdes, sepse ajo që po ndodh nuk është ashtu siç duket në sipërfaqe. Fjalët që mungojnë, heshtjet, gjestet, koha, të gjitha janë sinjale, të dashur peshqi. Duhet të lexosh mes rreshtave. Ka diçka më shumë që po fshihet, nuk është se nuk ka ndjenja, por diçka është e fshehur mirë, të dashur peshqi. Për ta përmbledhur leximin e juaj, do thot në qendër të kësaj situate është një person që po qëndron pezull. Ai nuk po bën, apo ajo nuk po bën hapa të qartë, por as nuk është larguar plotësisht. Ti ndjen që ka diçka më shumë brenda ti apo saj, një ndjenjë, një vërtetë, një fjalë që ai apo ajo nuk po ta thot. Dhe ke të drejtë, absolutisht. Ai është si një spirancë që ban veten të lidhur, por nuk lëviz. Ndoshta është i fiksuar, i paqartë, ose thjesht nuk është gati të përballet me atë që ndjen. Ti ndoshta po pres një mesazh, një bisedë, një shpjegim, dhe kjo letër nuk ka ardhur akoma, por mungesa e komunikimit është vetë një mesazh. Nuk është patjetër gjithmonë të dëgjojmë ato çfarë na thuan, dhe e pathëna është mesazh në vete, të dashur. Jeni të thirrur të shikoni më thellë, absolutisht, çfarë po të tregon ai apo ajo në mënyrën se si po sillet, siç thash, gjestet, dhe jo ato drejt për drejt, sepse ndoshta përgjigjja është aty, jo në fjalët që nuk i tha, por në veprimet që nuk i bëri. Pra, nëse nuk po të flet, është sepse po përpiqet të fsheh ose të shmang, ta them, një të vërtetë që nuk e përballon dot. Mos e shty më këtë pritje, shiko çfarë të thot heshtja, ajo flet më shumë se çdo fjalë tjetër, të dashur. Do thot diçka që është duke ndejur pezull dhe një e vërtet që nuk po thuhet, të dashur peshqi.